Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, po që na bën lëmsh Gjesti dhe Egli na bën lëmsh. Gjithsesi, Egli sot ka bërë publike bashkëpunimin e saj. Do me thënë, shtëpia e cila u komentua më së shumti, i kanë dhënë shumë famë si 360 Music, si SBS, pas të gjitha takimeve që pati, pas të gjitha ofertave, pas të gjitha kontratave 2 javore, që në fakt 2 javë kanë kaluar që nga momenti kur Egli e bëri publike që do të ndahet nga Fifi, edhe pse Fifi vazhdon të jetë pjesë e SBS-it, nuk e di se si do të funksionojnë tashmë, por Egli e ka bërë publike në Instagramin e saj zyrtarisht që karrierën e saj në këtë pikë të karrierës do t'ja besoj SBS-it. Tani ne nuk mund të themi që Egli do t'jetë gjatë gjithë karrierës së saj, gjatë gjithë jetës të saj, do me thënë interesit nuk i dihet, ky është interes i përbashkët që këto e kanë, por për mendimin tim, duke u bazuar në suksesin që ka SBS-i si kompani, do me thënë me qarë këngë ka bërë hite pa fund, artistë të suksesshëm që nga Luizi Ermali, Teuta Shkurta, Medelina, Melinda, shumë yje të tjerë të muzikës shqiptare të cilët i besojnë kësaj kompanie, mendoj që dhe Egli nuk ka bërë një përzgjedhje të gabuar, është në një rrugë të duhur, se sa do të mundet ta shfrytëzon momentin e saj nuk i dihet, sepse pati një lloj rënje kur gjatë gjithë kohës duhej të punon, Egli ndaloi së punuari. Tani si do t'jetë raporti me Fifin, këtë do ta kuptojmë në ditët në vazhdim, por që e luajtën pak lojën e këtij marketingu, do me thënë që të përflitet nëpër media, që të përflitet për to, ndoshta dhanë edhe lajme të rreshme edhe tek gazetarët, deri në pikën që ajo mori vendimin për të qenë tek SBS-i, zyrtarisht Egli është pjesë e SBS-it në këtë pikë të karrierës së saj. Jetmiri është një menaxher shumë i mirë, ka korrur shumë sukses. Tashmë Egli do të punon shumë intensivisht. Jam shumë i bindur që 2 kompanitë si 360 Music, Bonarti dhe Jetmir Agaj ka një marrëdhënie shumë të mirë, duke u bazuar që Kida, djali i cili Egli do të punon këngën, ka patur një bashkëpunim me Ylli Limanin i cili menaxhohet nga 360 Music. Këto nuk është se kanë inate apo hakmarrje kundër drejt njëri tjetrit. Egli do të cilën shumë bashkëpunime, presim bashkëpunimet e radhës, por zyrtarisht në këtë pikë të karrierës, duke mos përfshirë atë që Egli ka incizuar më herët vokale, këngë etj, Egli ja punon, ja beson karrierën e saj SBS-it. Unë i uroj shumë suksese, nuk ma merr mendja që kjo gjë do të ndikojë në marrëdhënien e Gjestit edhe të Eglit, sepse ajo që unë pash në foto ishte që Egli kishte unazën e martesës në gisht akoma, sepse në fund të ditës Egli e ka bërë për interesin e saj, Gjesti lufton për interesin e tij, do të thënë është interesi i përbashkët. Besoj që do të jetë një kombinim interesant i bukur dhe do të luftohet me këngë nga të 2 kompanitë se kush do të sjellën këngë më të bukura.